Moti keq ka prekur veriun e eventit dhe pritet që në orët në vijim harta të zgjerohet edhe më. Rreshtit e dendura të shiut që kanë përfshirë lezhën prej mesnatës kanë shkaktuar probleme të shumta kryesisht në zonat urbane. Sistemi i kanalizimeve nuk ka arritur të përballojë sasinë e madhe të prurjeve, duke sjellë përmbytje, bllokime të hyrjeve të pallateve dhe mungesë energjie elektrike. Në Kurbin vërshimi i ujrave malor ka përmbytur banesa dhe biznese, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Raportohet se edhe një numër i konsiderueshëm automjetësh janë dëmtuar si pasojë e prurjeve të mëdha të ujit. Probleme regjistrohen edhe në Shkodër, veçanërisht në aksin Breg Lumi Theth, ndërkohë në qarkun Elbasan nga moti i keq rezulton se ka ndërprerje energjie në disa zona malore. Ekipet e OSHE-s janë në terren dhe po punojnë për riparimin e disa defekteve të shkaktuara kryesisht në zonat malor. Punimet të dedikuara po zhvillohen në Orenj, Lunik, Polis dhe Gjyr, Bashkia Librazh, Skënderbegës, Bashkia Gramsh, Strava e Bashkia Prenjas. Pavarësisht këtyre defekteve të izoluara, shpërndarja e energjisë në pjesën tjetër të qarkut është normale, ndërsa deri tani akset nacionale dhe rurale janë të hapura dhe të kalueshme. Strukturat e emergjencave civile të prefekturës së Elbasanit konfirmojnë se vijojnë monitorimin e pandërprerë të situatës meteorologjike, furnizimit me energji dhe gjendjes së infrastrukturës, duke qenë në gatishmëri për çdo zhvillim të mundshëm. Situata në orët në vijim pritet të përkeqësohet, ndaj u kërkohet qytetarëve të bëjnë kujdes dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme.